Ku e pat ju kryetarin e juj Memli Krasniqin për Vaqicën, që nuk kanë protest në Tiranë? Pse quaj veç të sho, ja, aj nuk erdhe. Po ju kryetarin e juj se keni pas atu. Edi Ramën që ka organizu protestën me Rxu Albinin, ju se keni pas atu. E keni prit, nuk ju ka ardhë, dijet. Memli Krasniqi nuk ka ardhë. Pse s'ka ardhë? Edhe dilni në për krejt televizionet për një të që kështë i full, të thonë nuk erdhe Albin Kurti, aj kështu, ajo është kundra, ajo është kundra juve, normal që është kundra, se ka partijën e vetë. Po ju që një pro o që kësë qatë shumë kryetari juj i PDK-s nuk ju erdhë në protesta, ja, që tonë nuk për marrok matematika jam unë, kërqysh për marrok kryetari juj mës me ardhë në protest. Ju ka ofendu ka gjase shumë, tepër pak, kene ra qaq poshtë që edhe kryetari juj nuk pëngën. S'keni mujt me prun kryetarin e PDK-s në protest. Lema për Edi Ramën, sa ju ka mashtru keq, jav ka ngull keq juve. Ja, se ju me organizu protest me Rxu Albinin në krye me Edi Ramën, po mas më rame e kuptoja që Albinin nuk rëgjohet me porda. Ja, Albinin me protesta nuk rëgjohet, se 50% e popullit e votojnë Albinin. Albinin vetëm në sen që mundet me rëgju dikush, është vota. Amo me qësi protesta të Edi Ramës, të Ali Ahmetit, e do të PDK-s, s'po fulli për kryetarin, se kryetari i PDK-s e s'kishku hiq, aj nuk ishtë lodhë. Nëse nështë akon me në farë misione në akon me lisën sërbe të bon koalicion, nëse dhije bisedime, se s'ka pos vakta i më marrë me kësi sene. Amo, po më vjen shumë interesant, kur pikqyri PDK-n e LDK-n, qaq poshtë kanë ra, me qëfar kadra kanë met këta njerës, me të argjëna buri fort. Kryetari i PDK-s, thonë ja na e na u që kë, e kryetarin e kanë për Vaqicë. Knena kë lumniri LDK e thët kryetari jo në shtu halat 18%, s'ka mujt me shku tash apet ka me rëndu 12%. Gjithë të partit më dhaja që e s'keni mujt me gjithë bërka. Dy njerës ju kanë dash me bon, dy figura pak ma normal, po jo që si për Vaqica, pas qash poshtë keni robur, s'keni kadra, kur e këqyri stafin e PDK-s, stafin e LDK-s në kanë kamet, bese në e gare është kam vjen. Po nëse jo qështu e keni pej mas luftës, e keni nërejt shkollat, e ka përparu popullë shqiptarë, janë bo krejt me fakultete, ja, kadrat forta keni qitë. Ba në men nuk moni me gjithë një kryetar normal me qitë në kryet partijës, se keni vjedhe, edhe në shkollë keni vjedhe, edhe në ambulanta keni vjedhe, keni vjedhe në spitale, në ushtri besa bes keni vjedhe, gjithë në policie, ku keni mujt me vjedhe, në asfalte. Gjithkon, ku ka pas me vjedhe, keni vjedhe, kur s'keni menu që ka me jarë një dit, e mës me pas mundësi me gjithë një kadër, me ban kryetar partije normale burë. Aj Bedrien e pat, aj për mu është pak ma normal se ta tjertë. Pa i spehan forën 2 herë, 3 herë. Aj e ka kuptu që në PDK s'ka met kur gjo burë, kejt ljatë janë. Krejt, profesora, doktora që janë konë dhe në 2011, kejt kanë hecë. Ata as nuk i nin, as nuk i shemon televizar, as nuk miren me PDK-n mo. Se kanë po, që s'ka kur gjo. E këqyr LDK e ka met Lutfi Azirin, edhe i kmet e Bajramin tash. Banë e men, per Ibrahim Rgovës, ku ka ardhë tash, LDK e ka ardhë, i kmet e Bajramin e Lutfi Azirin. Shka me thonë ju, bur? Shka me thonë? Qysh mund në jo me krasu vetin me Albin Kurtin? Po krejt me ju bon bashk juve, po ju garantoj krejtve me ju bon bashk.
me qitë me një anë edhe Albinin me qitë me një anë tjetër, një quiz me bo, edhe me lon juve një pyetje, me lon juve një orë me pas kohë me ju përgjegjë, ndi që me përgjegjë pyetjeve, që Albinit përgjigjet për 25 sekunda, veç ja ban pyetje si kompjuteraj. A e ke pa në shpinë, kështu që shetë si gërbaft, 7 kompjutera në shpinë i ko. A si ChatGPT është. Një ditë më tha në Zvicran, e zatita në aeroport, tha, ChatGPT-in tha është mran ato në kufull, tha, është Albin Kurti. Tha, je përgjegje ta shpejt, tha, se s'ka mundësi, tha, kompjuteri tha gabën. Veç Albini tha, s'munët me gabu. A i tha, është tjep përgjigje të rafal. A juve e vy një javdit për me këthy një përgjigje, por. Keni ra ndikim të analistave, kër e shoh analistat në për televizione të edhon direktiva për dëkës e lëdëkës, që ka me bon, kanë me shkarku, kanë me hyp, kanë me zbrit, qash poshtë keni ra për ju partita. Me ardhë puna që një analist i latë, një shpion, një otë bashkë, me e dhonë direktiva që ka me bon për dëkëa, që ka me bon lë dëkëa. Gjëna, besat në gjëna kini ardhë. Unë nuk i di pse nuk nalli bëllë një 2-3 minuta, më nalli në herë me vetën me thonë, ku jena, ku kena me të bu. A nuk kini ka sheni heqa, me thonë ka dalë për stop. Gjoni më shko një dikun në Afrikë, merë një 2 kryetar më të mirë, më sërënje me këta kryetar të lëtë. Ndashin në herë mas 30 vjetë me ardhë në qeveri, për nëshë keni me qështu në opozit gjithë. Ka 7%, 8%, 10%. Të lëtini. S'ka përshka me bone. Ta një për më shëja për deputeti për full, po për full i realitetin, që është. Një parti me 200.000 vota nuk ka kodër me qitë një kryetar partije normal. E qëtë një përvaqicë. Lë dëkëja 160.000 vota, s'ka njerës me qitë një kryetar normal. Ta një jo deputeti i keq, po jo bërës jam i keq, po për fulli veç ka është realiteti. S'moni me thonë që unë jam i keq. Unë veç për e thamë më stuti për analisa. Tash, Berat Buzhala, më ju kalëzu ju veç ka me bo. Tash, që ato kini ardhë, me prit këshillat në mramje, në Debat Plus, shka pëthojnë analistat Debat Plus, ju tani me dalë edhe të nesërt me vëpru. Kjo nuk s'është bërë parti politike kjo, më varë për analistat shka pëthojnë televizor. Jo, bre. Nëjse, ju vazhdoni shtu, po një për garantoj që edhe 30 vjetë Albinin keni me pas në kryet qeverijes. Herë kryetar, herë kryeministër. Ka me ju sakatu 30 vjetë. Deku të lodhët që s'man men kërgja. Jo përshëndes e kalën i mirë, po më zboj nërvazi opozita. So ne kam qef pak qështu me ngusë, po që kështë realiteti, shka për fulli. Ju mërë në qështëni.